të kërkohet të inkuadrohet se duke përcjellë misionin, mos pori respekt për mosafirit që kim rena, po unë do të vetëm të demantoj Sadri Ramabojnë që më keq se është i profesor, unë një mirë e kom 1 kilometër e gjys me shtëpia jena larg me përparim grudën. Unë janë edhe babën Ganin, Gania ka qenë djali Bejtës dhe Gania ka përtri emrin e babës me djalin e tij të modhin Beta. Beta ka qenë pjesëtar i ushqisë dorë Kosovës dhe Gania është vronë nga forcat paramilitare çetnike serbe. Kështu që mu vjen keq pi profesorit që mundohet ta fyën një njeri. Ramabaja tha Bejta dhe Fejza kanë qenë vëllezër. Jo, s'është e vërtetë thuj Ramabojës. Ai këtë gënjesër, thuj Ramabojës sa ka mundësi mi ditë kush ka shkruar në telefon. Të demantoj edhe atë zotnin, se unë kam afër, 1 kilometër e gjys e kam. 1 kilometër e gjys, fiks 1500 metra. Shtëpia jam, shtëpia Bacit Gane, të Ndjerit, është 1500 metra larg. Kështu që thuj Sadri Ramabojës, po të gënje njerëz në telefon. A ka mundësi me ditë kush ka gënjur në telefon? Ka qenë shtëpia nderuar gjithmonë, për i kohës Turqisë deri në kohën e Sotit. Njeri që ka jep shumë për vendin, Polaci, dhe ai nga fshati Polac, jo njerëz të respektu shumë Polac, është familje të respektu. Është vetëm me bujqësi. E kuptoj shqetësimin. Unë i kërkova falje publikisht, shënimet i kam për xhaxhajin e babait. Ky ka thënë s'është. Jo, s'është. Unë këti i tregoj kush prej Drenisës më ka shkruar po privatisht. Po. Vjen keq si garon kurt, kujna, kush ka qitë kurt nuk e di. Po të thëmë sinqerisht profesor, këron kurt në një dijuti, kush ka shkruar, kisha pas dëshirë me di. Yti ka qenë të tregoj pastaj. Jo, sot bashkëtorë jam, unë pi Morine, unë jam pi Morine, ai është pi Polaci, na jena 1500 metra larg me shtëpia. Po të thëmë sinqerisht, nuk kam nevojë me të gënjy, as nuk kam nevojë me mbrojt njeriu që e ka mbrojt Zoti ato. E ka mbrojt karakteri dhe punën e Bardina. Për shkak të babait të familjes, gjitha domethënë nuk po del që po thotë e një familjarisht, po thotë që Bejta dhe Fejza nuk janë vëllezër. Vjen keq ty profesorit, 1500 metra. Profesor, hajde pina kafe. Ko me qunë ku ka shpinë edhe sojmë largun me to. Edhe kime të shumë për familje. I kërkoj falje. Edhe për këtë tash. Edhe që Fejza e Bejta s'ko ka. Shko, unë kam shenem brëndë. Ndëgjëm kluta. Preparim grudët, preparimin e di edhe sojë që nuk ka dojtë. Shkrime unë besoj ma shumë tash. Do të tërë familje një një. Papi beson. Po normal. Por Ramabajve që gjysën e emisionit ma more duke... Po ti 5 herë i solle këta për me dëshmu e kundër vetë vendosi, su bonami. Edhe unë e dëgjova. 1, 2, 3, 5. Deputet Kuvendit Kosovës. Po mirë, po skenari u ndërtu e kështu që praktikisht vetë vendosja me qenë bankën e të akuzuarit. Edhe hajqafus një re. Hajqafus një re. është qështje se po shkruaj. Jo, të luta pa. Arbresh Kryezeu Hysieni lëvizje vetëvendosje. Në skenarin të cilin ti po do me qitë në të akuzuarve, s'është u inkuadru edhe pse ka konfirmu. Ka dalë se ka mësi edhe kjo kritika vetëvendosje nëse racionale, edhe kjo e kritika. A është deputat i opozitës. Zoti Kucati, falemderit shumë. Jo veç unë, po. Zoti Kucati, falemderit shumë. Shumë falemderit. Falemderit shumë në ma për të ndoshta me ndërry, po thomë sinqerisht se një keq, është një familje e mirë, është një familje e respektueshme në Drenicë, dhe ndoshta ta demantoj, po m'jen keq për profesorit, që profesori merret me thashë thënë. Profesor, mos ju beson njerëz me ty edhe me përparimin edhe falemderit ju në studio për këtë, sepse tham që edhe gruda tha pres kërkim falje në studio. Po.